Meqense ishte ke largimi pra i shtëpisë parë dhe tek shtëpia e dytë, Akademia e Arteve të Bukura. Kjo, Pra, bashkë neve bisetuam dhe thamë që më thej që andon do të shkojmë tek ajo shtëpi e dytë. Për fat keq, unë e lash një shtëpi, por për fat të mirë kam një shtëpi tjetër. Edhe kjo është Akademia e Arteve, ku unë gjitha të eksperiencë time që kam prej 40 vjetësh si aktor, apo 35 vjetësh si regjizor, edhe si pedagog i regjizorës dhe i mjeshtrisë në këtë akademi, me tërë shpirtin tim, me tërë emocionin tim, duhet që ta përcjell të këta djeme dhe të këto vajze. a ka patur profesor Andoni në një student problematik? Por edhe në një student që mund të veçosh si student shumë të mirë, shumë të dashur, që mund të kenë kaluar vite dhe akoma e mbani mend. Studentët e mi sot këtu janë shefa katedrash. Shumë kam pasur Milton Kutalin, që është një regjizor shumë i talentuar, që sot është shef departamenti këtu. Me Xhelilin më kam pasur student, tash jam koleg bashkë me të. Pra kam pasur me 10 studentë dhe nuk do doje që të veçoja, por mund të them këtë gjë që ata që me të vërtet kanë konsumuar kohën e mësimit në mënyrë të ndërgjegjshme, ata sot janë dikushi. Pyetja e fundit, profesor Andoni, a ndjeni veten vlerësuar në atë teatr? Për atë çka kam bërë unë për teatrin, më vjen keq për e them jo. Edhe për këtë më vjen shumë keq. Kam quar fjalë që të mund t'i punoj. Nuk më mungon forca për të punuar, nuk më mungon eksperienca për të punuar qoftë edhe si aktor, qoftë edhe si regjizor. Nuk e di. Profesor Andoni, shumë faleminderit që na